Markus vizitonte çdo javë nënën e tij, Patricia, në Greenell Senior Living, që pas goditjes e la në karrocë. Stafi duke i kujdesshëm, objekti i pastër dhe nëna 78 vjeçare po përshtatej mirë. Pastaj Patricia ra nga karroca për herë të tretë brenda një muaji dhe mavioset në krah u shumuan. Kur Markus instaloi fshehura si një kamerë në dhomën e saj dhe shikoi qëzimin e ditës së katërt, duart i nisën të dridheshin pa kontroll. Markus Hayes, babai i tij, vdiq kur Markus ishte 12 vjeç, duke lënë Patrician të rriste vet. Tani 45 vjeç, Markus ndjeu se ishte rradha e tij të kujdesej. 6 muaj më parë, Patricia pësoi goditje teksa u iste kopshtin. Markus e gjeti të rrezuar me zbimëve të domates, pa lëvizur anën e majt. Qëndrimi në spital zgjati 3 javë. Terapia fizike ndihmoi, por Patricia do të kishte nevojë për karrocë dhe kujdes të vazhdueshëm. Markus kërkoi muaj derisa gjeti Greenell Senior Living, 15 minuta nga shtëpia e tij. Javët të para shkuan mirë. Markus vizitonte çdo të marrë dhe të premte pas pune, ndonjëherë me gruan dhe 2 fëmijët fundjavave. Pastaj Patricia përmendi marrje menç disa herë. Markus pyeti infermierët, ata thanë se ishte normale pas goditjes dhe siguronin vëzhgim të ngushtë. Patricia ndjeu dhe paqëndrueshmëri në karrocë, por ja faturoi përshtatjes. Markus u besoi stafit, dukeshin profesionistë të kujdesshëm. Jennifer, ndihmësja e rregullt, ishte veçanërisht me vëmendshme. Përshëndete Markusin ngrohtësisht dhe informonte për aktivitetet e nënës. Patricia fliste lart për Jennifer. Një të martë mbrëma, telefoni Markusit ra gjatë darkës familjare. Drejtori i objektit tha, Patricia kishte rënë nga karroca. Markus e gjeti në karrocë të rrethuar nga stafi shqetësuar, duke e tronditur dhe zbet. Maviosit vieshin re në ijer të djathtë. Kërkonte ndjes, duke thënë se nuk dinte çfarë ndodhi. Sugjeruan se mund të kishte provuar të arrinte diçka ose të rregullonte pozicionin. Markus pyeti drejt për drejt nënën nëse u përpoq të ngrihej. Patricia këmbguli se rinte ulur duke parë televizion. Dy javë më vonë ra përsëri. Markus gjeti nënën me krah të maviosur, duke e hutuar dhe e mërzitur, duke përsëritur se nuk shpjegonte dot. Pastaj ra për herë të tretë. Telefonat tjetër nga drejtori, maviosje në krah të majt dhe frikë vërtet. Kur Markus mbërriti, Patricia i kapi dorën. Diçka nuk shkonte me këtë rënje. Drejtori thirri mbledhje dhe stafi u mblodh për të diskutuar. Sugjeruar rënje njose ose përpjekje për të qëndruar pa vëzhgim. Dikush përmendi nevojën për lidhëse sigurie. Diçka nuk përputhej. Markus rinte zgjuar natën, vendosi të vepronte. Bleu një kamer të vogël me sensor lëvizje. Në vizitën tjetër e vendosi në komodin, duke kapur pjesën më të madhe të dhomës, përfshirë zonën e karrocës. Për 3 ditë kontrollojnë qezimet obsesivisht. Gjithçka normale. Pastaj dita e katërt, videoja tregoi Patricia në ulur qetë, duke parë emision loj. Derën e hapi, shkoi pas karrocës, kapi dorezat dhe anoi ashpër prapa. Krahët e Patricias u ngritën, duke u kapur pas mbështetësve, duke britur me alarm. Patricia ra në dysheme, duke zënë fort anash. Jennifer e riktheu karrocën si të kishte provuar transferim. Pastaj qetë shtypi butonin e thirrjes dhe doli në korridor. Markus ngriu në makinë duke shikuar në telefon. Kontrolloi incizimet e mëparshme. Pas një ore gjeti 2 incidente të tjera, i njëjti model. Ruajti gjithçka në disa pajisje dhe zemërimi ishte the mosbesim. Pse Jennifer? Shkoi drejtë në objekt. Kërkoi mbledhje të menjëhershme me drejtorin dhe thirri policinë. Kur stafi u mundua të fononte, tha se kishte prova video abuzimi. Dhoma u hesht. 2 oficerë mbërritën brenda 20 minutash. Markus u tregoi nxezimet. Jennifer u thirr në zyrë dhe kur pa policin filloi të qante. Fillimisht mohoi gjithçka, pastaj përballë provave të padiskutueshme pranoi. Jennifer kishte shkaktuar qëllimisht rënjet e banorët.
Arsyetimi tronditë të gjithë. Besonte se objekti kishte nevojë për lidhëse të detyrueshme për të gjithë në karrocë. Sipas saj, disa rënje do të shtynin menaxhmentin për masa më të rrepta sigurie, duke i lehtësuar punën. Policia e arrestoi në vend. Objekti nisi hetim të brendshëm, zbuluan se Jennifer kishte shinjestruar 3 banor të tjerë. Jennifer u akuzua për abuzim të shumëfisht ndaj të moshuarve. Në gjyq prokurorët paraqitën inqizimet e Markusit bashkë me regjistrat mjekësor të lëndimeve. U dënua me 4 vjet burg. Patricia vuajti emocionalisht pas zbulimit. Markus organizoi seanca këshillimi dhe vizita ekstra. Ngadalë nëna filloi të shëroi nga trauma psikologjike. Markus e zhvendosi në një objekt tjetër me mbikëqyrje më të rreptë dhe siguri më të mirë. Objekti i ri mirëpriti kamerën në dhomën e Patricias. Duke kuptuar se transparenca ndërton besim, Greenhill Senior Living vuajti pasoja të rënda. Instaluan kamera të detyrueshme në të gjithë dhomat dhe zonat e përbashkëta. Procedurat e rikrutimit u rishikuan me kontrolle sfondi dhe vlerësime psikologjike më të thella. Krijuan dhe linjë të drejtë për familjarët për raportim shqetësimesh. Vendimi i Markus për t'i besuar instinkteve shpëtoi nënën nga abuzimi i vazhdueshëm. Incizimet ndihmuan edhe 3 banor të tjerë vulnerabël që vuanin në heshtje. Dhe ti, a do të vendosje kamera në dhomën e të dashurit nëse ndjehet diçka të gabuar?